Ilir Beqja, një nga hajdutët më të mëdhenj të kësaj mazhorance, vijon të tolerohet nga drejtësia pasi i shpëtoi disa herë hetimit për afera në shëndetësi. Beqja u fundos te fondet e BE-s, por edhe aty duket se po lëviz të gjithë gurët. Gjykata e posaçme ka vendosur të rikthejë pranë SPAK-ut për plotësim hetimesh dosjen SASPAK. Pak ditë më parë dosja u dërgua për gjykim, por GKK e ka kthyer mbrapsht. Gjykata i ka caktuar detyra prokurorisë së posaçme, të cilat duhet i përmbush deri më 30 tetor. Në këtë dosje Beqja i akuzohet për disa vepra penale, mes të cilave korrupsion, shkelje e barazisë në tendera dhe mashtrim, të kryera gjatë kohës që drejtonte SASPAK, agjencia shtetërore që menaxhonte fondet e BE-s në Shqipëri. Të bashkëpandehur janë edhe 10 persona të tjerë. Në dosjen SASPAK, SPAK akuzon Beqajin për 6 vepra penale në 27 episode. Akuzat përfshin korrupsion në 2 raste, shkelje të barazisë në tendera në 8 raste, falsifikim dokumentesh në 9 raste, mashtrim me pasoja të rënda në bashkëpunim dhe fshehje pasurie në 3 raste. Hetimet lidhen me kohën kur ai drejtonte agjencinë që menaxhonte fondet e BE-s. Kujtojmë se ky nuk është rasti i vetëm për të cilin Beqaj akuzohet nga SPAK. Ish ministri po gjykohet paralelisht në gjykatën e posaçme për vjedhje duke shpërdoruar detyrën në formën e grupit të strukturuar kriminal, gjatë nënshkrimit të kontratës koncesionare të sterilizimit. Lidhur me këtë çështje, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dënuar me 6 vite burg ish zëvendës ministrin e shëndetësisë Klodian Rjepaj, me 6 vite burg biznesmenin Ilir Rapaj, Marcela Serjanajt, Sajmir Kadiu, Petref Mersini dhe Arben Gjata u dënuan me 3 vite e 6 muaj burg, ndërsa Naila Ayazi u dënua me 1 vit e 6 muaj. Të gjithë përfituan ulje dënimi pasi kërkuan gjykim të shkurtuar, ndërsa ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj po gjykohet veçmas me procedurë të zakonshme jashtë kësaj pjese të dosjes që tashmë është mbyllur. Ilir Beqaj u zgjodh ministri i shëndetësisë në kabinetin e parë të kryeministrit Edi Rama dhe gjatë drejtimit të tij në vitet 2013-2017 u firmosën 3 kontrata koncesionare për 10 miliona euro për shërbime të sistemit shëndetësor. Prej vitit 2021 Beqaj drejtonte Agjencinë Shtetërore të Programit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, post nga i cili u dorëhoq në nëntor të vitit 2023. Në tetor të atij viti ai u bë gjithashtu pjesë e grupit negociator për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por duket se në prapaskenë kishte zhvatur miliona.